Ndryshe në Top Albania Radio. Ndryshe, por tani do të flasim për Big Brother Radio dhe thresim në studio Atalanta Kërçykun. Ja se duar trokasim ne dy shoqe të mira që thresin një kolege të mirë, bjonde, seksi, elegante, kuroshe. Au! Do me thënë si mund të bëj unë një foto dhe një video sot me ty kur ti je e mbuluar. Atalanta, mirë se erdhe mes nesh. Mirë se ju gjeta, shumë kënaqësi të rikthehem sërish. Pra Atalanta Kërçyku, miq të dashur, do të jetë me mua me Edea në Big Brother Radio. Për ju që keni dyshuar që do jetë brenda shtëpisë, ngrihe pak mikrofon. Çdo vit po pra si është kjo puna me ty? Çdo vit do hyj Atalanta, po flitet Atalanta. Kam rreth 4 vjet që flitet emri im dhe përsëri un ja tek dalin. Edhe si kur lexon këto, keni dëshirë, kështu që kuptoj që njerëzit kanë nevojë dhe normalisht që duan të më shohin. Pastaj them, okay, të kartë rradha. Kjo është një shenjë nga Zoti. Zoti thotë, "Mirë, shtyje kot këtë vit se vitin tjetër." Po mirë, mos të duket ty sikur ke hyrë 4 vite edhe e ke kry. Po ndoshta edhe sidomos këto 2 vitet e fundit, domethënë mendoj që kam hyrë, kam mbaruar punën edhe vi dhe jap dhe mend këtu. Shiko, se banorët që ishin më përpara thanë që sekreti është dhe këshilla që kishin për ata që do të vinë është që ta studiojnë sa më mirë lojën, kështu që kjo është e diplomuar në master. Por ka marrë një diplomë të mirë edhe nga viti i shkuar në Big Brother Radio, ku Atalanta ishte 2 deri 3 herë në javë në eksperiencën e çdo mbrëmje në Top Albania Radio me Big Brother Radio. Unë thash pak më parë që këtë rrugtim do ta ndaj me 2 koleget e dashura, Edea Demalia dhe Atalanta Kërçyku, të treja në timonin e Big Brother Radio, që duhet thënë është një program i çdo natë 20 me 21, një orë çdo darkë, me të ftuar, me ngjarje, me çfarë ndodh një ditë për ditë komentohet. Sidomos mbas Prime-ve. Nuk keni pse dëgjoni Prime-in, na dëgjoni neve. Sidomos në rastin e për shkakun do fusim Edea në mes dhe unë anash, një sanduiç. Shumë interesant do ishte. Si po e preti Atalanta Big Brother 5-ën përgjithësi edhe pastaj Big Brother Radio në veçantë? Të dyja shumë njerëzit mendoj që do jenë shumë kurreshtar për të parë Big Brother këtë vit. Çdo vit thonë se këtë vit u konsumua dhe ne vdesim që t'ja rikthejmë dhe një herë të kundërtën në vendimin që ato patën. Mendoj që do ketë personazhe shumë interesant dhe gjithmonë në javën e dytë ngrihen ato të cilët ne do t'i adhurojmë më shumë dhe të cilët besojmë që do të shkojnë deri në finale. Kemi pasur shumë polemika, shumë të ftuar, live dhe ndjesia të qenurit live, të paktën për mua, unë sa po përfundova emisionin tim në Top Channel Benja Brenda, normalisht nuk ishte live, përderisa ishte i bërë me xhirime jashtë shtetit dhe ndjesia që të jep, meqense më pyete për radion, është të jetë ndryshe, më duket vetë si ku po bëj një shkollë gazetarie të Mirfield dhe është për mua është më shumë se sa moderimi. Është një klasë më e lartë, si të thuash, prindërit ose mësuesit e moderatorëve. Kështu na shikan e Atalanta. Dhe këto nuk janë elozhe. Ja morëm mendimin kështu si padashje. Që sot e tutje do them jam prind. Jam prind i këtyre moderatorëve. Po mirë, ne të treja do luftojmë këtë vit, ta kemi ne të parin atë që do dali nga shtëpia. Ne të treja do luftojmë që ekskluzivitetet janë këtu. Gjithmonë këtu. Tani që është dhe Edea ki besim që do jemi zjarr fare këtë vit. Jam shumë e lumtur që do të kemi edhe këtë kombinimin. Sepse gjithmonë ishim. Kemi një brune e fusim në mes aty. Po, ja vërtet. Tash një sanduiç shumë interesant do jetë këtë vit. Fiksa të 2 bukët e verdha. Një trileçe. Do marrim dhe me shkruajtje që mos jemi kështu vetëm jashtë gratë që japin mendime dhe llomotisin, po. Ne kështu fol, bëu pak misogjinisë po deshte të grim. Mirë, nëse për ty sezonin e shkuar që ishte hera e parë janë ato vështirësitë. Dhe unë se sa çfarë edhe të panjohurat e rrugës. Këtë vit je më konfidente. Po jam më konfidente dhe vitin e parë, saktësisht javën e parë tha çfarë po bëj, vetëm se kam këtë guximin që nuk i lë asnjëherë projektet për gjysmë ose nuk i lë punët të cilat marr përsipër për gjysmë. Mbi të gjitha është ajo që unë mendoj që më karakterizon mua. Unë kam një dëshirë të mirë për televizor dhe dëshira ime e mirë për televizor është pak si e breshka ngadalë, po që ecën gjatë më gjatë. Mirë Atalanta. Wow, çfarë thash?
Tani të hënën si do ta lëm? Të treja bambam apo e diskutojmë edhe vim dhe ne me suspancat tona? Diskutojmë mos e zbulot të gjitha tash. Vim dhe ne me suspancat tona. Më mirë. Bëjmë dhe ne atë veshjen tonë. Kemi dhe ne një moment të vogël tonë. tonë. Kompoze, Mozart, Sinfonia 8. Atalanta suksese shumë e dashur e dera gjithashtu. Ju vajza. Shumë e lumtur. Faleminderit. Mirë, vetëm pas pak do bashkohemi në studio me Kris Dragotin. Do kthehemi në Big Brother 2, po do vim edhe te Big Brother 5, po do të shkojmë edhe nga Tirana në Belgjik, se do të lidhemi me Gala Dragote, e cila ka publikuar një super këngë, është një vajzë dhe një këngëtare e cilën e adhuroj, por më shumë vetëm pas pak ju qëndroni me Ndryshe. Për Max Optikën, e cila ndodhet kudo në qytetin ku ju jetoni, në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni, dhe do të ishte dhurata ideale të përzgjidhni një palsyzet në Max Optika, thjesht përzgjidhni dhuratën ideale për të dashurin tuaj, për të dashurën tuaj, për prindrit, ore një vizitë okulistike e cila ju vjen falas okulistike, si e thash? Okulistike e cila ju vjen falas mjafton të shkoni në Max Optika. Gjithashtu mund të bëni edhe blerje online dhe për pak orë vinë në shtëpinë tuaj, garantia në divan, por osisni dua këto syzet të një brendi shumë të famshëm dhe shumë të mirë, se të gjitha janë në Max Optika, dhe ja ti keni bërë dhuratën ideale vetes apo të dashurve tuaj. Tani është momenti për të prezantuar një djalë të cilin gjithmonë e kam pëlqyer. E kam ndjekur, e kam vëzhguar, e kam parë. E kam analizuar. E bëre si predatore këtë. Jo dashuruar. E kam parë, e kam ndjekur. Unë predatori ose? Unë e kam thënë Krisit edhe nga Unë jam prej, domethënë. Apparently për momentin me sa duket. Zonja dhe zotrin, Kris Dragota është bashkuar në Ndryshe në Top Albania Radio. Vendos kufjet dhe do dëgjosh shumë duar trokitje për ty. Në mos i humb, domethënë rregullosh flokët. Po. Okej. Këto, ose këto? Kë ke ti më mirë? Okej. Kris, ku je? Ç'a bën? Jam në Tiranë dhe në Belgjik. Je mes Tiranës dhe Belgjikës. Po. Je rezident të këto dyja qytetet. Jam rezident, po. Po kë përqafon më shumë? Ku të vinë më të mira morale, shpirtërore, familjare, Tiranën. Në Belgjik shkojmë për hallë. Qa do me thënë? Për marrë pensionin? Për të marrë pensionin. Në Belgjik shkojmë, takojmë prindrit. Mamin që e dua shumë për shkak, shkoj e takoj. Kënaqemi, bëjmë shopping. Okej. Këto hallët e përditshme. Apo merresh ti me punë artistike, si pjesa më e madhe e familjes tënde apo? Gjithmonë unë sa bleva një iPad të ri. Okej. Me Stilolabs. Po. Edhe më pëlqen shumë. Dhe kam bërë shumë pjesë të reja. Dhe nuk dua t'i postoj të gjitha. Dua ti Nuk dua t'i postoj. Nuk ndjej sikur dua t'i postoj akoma. Okej. Po, dhe po përgatis një ekspozitë të re. Sa bukur. Që do të vi vitin tjetër tani më se besoj se ka më ditë apo ka. Jo, vitin tjetër. Okej. Vitin tjetër me shumë mundësi, edhe dua të bëj një vepër shumë të madhe. Më tepër një tip instalacioni. Interesant me zi po pres. Ta filloj, ta bëj. Ishte në fundjavë një garë për instalacione, për Kishte Monika Lubonjë në studio që foli për një event ndër të parat herë të realizuara për artist, student të Akademisë së Arteve. Ja lë studentëve atëre. Okej. Se unë dua të bashkunoj për këtë vepër me studentët. Po mirë, do të lidhem me Monika Lubonjën Po, edhe. pse jo? Edhe besoj do keni një bashkëpunim të mirë. Bëre mirë që erdhe. Monika Biondi, a? Po. Shumë mirë. Dhe Big Brother 1-shi. Big Brother 1-shi. Ç'a kujton nga 2-shi? Jemi në prag të Big Brother për 4 ditë nis editi. Se i thash dhe Mikelës jashtë kur isha edhe më zuri një dallg introversioni aty. Dhe thash do shkoj të flas. Do më pyesin për Big Brother. Po pse kjo dallg kështu? Se ça ti mirë ke kaluar, ti ke qenë finale, në dyshën e finalistëve. E po ja pra që ndoshta nuk është prej Big Brotherit, po momentin që vjen momenti gjithmonë si ti publik do dalësh, do të pyesin, do i rikujtosh ato situatat. Je mërzitur ti me këtë gjë? Domethënë të ka lodhur pak kjo gjë ty apo? Më ka lodhur, jo, po them se un kam takuar më së shumti personazhe të Big Brother të cilët flasin ende me qef, kanë dëshirë të tregojnë dhe ritregojnë ndjesit. Këtë nuk e kuptoj, nuk e kuptoj. Pse?
flitet më ka shumë zell për shembull një ish të dashur ose nuk e kuptoj. Mendon që është tendencioze nga ana e tyre që flasin me atë pasionin e madh apo mendon që vërtet e rikujtojnë si diçka shumë të bukur? Nuk besoj që e rikujtojnë si diçka shumë të bukur. Besoj që kur flet me ta në kafe për shembull, edhe kur I pyet për Big Brother e tjera, shumica nuk janë pozitiv. Themi të drejtën. Shumica pretendon që nuk ka kaluar mirë etj dhe vin pastaj në publik thonë gjërat nuk e di pse e bëjnë. Ndoshta kjo dëshpërim për relevancë për me qenë relevant tërkohës, se është ndjenjë e keqe të të bie relevanca në tokë, është horror, është domethënë ndoshta ndjenja më të këqija që mund si vdekje. Është ndjesh I parëndësishëm thua. Po, është një lloj vdekje, domethënë është e tmerrshme. Ti thua që janë ndryshe në biseda private edhe jashtë mikrofonit dhe ndryshe janë shumë negativ, ekstremisht negativ për atë eksperiencë. Thua për dyshin apo në përgjithësi për Big Brother? Në përgjithësi, çfarë ndigjoj domethënë jashtë, takoj tani të them të drejtën kam ca kohë që nuk kam treguar ish koleg. Po në përgjithësi janë shumë negativ. Me cilët pozitiv bëhesh ti? Momentin me asnjë pozitiv. Nuk e di, nuk kam takuar më në fakt. Më je dukur më optimiste sa kaq në takime të tjera bashk, më cool se sa kaq. Nuk e di çka ka ndodhur këty që po e shef çik më dark, më black, eksperiencën ose në përgjithësi? Përgjithësin. Po plakem ndoshta. Jo, po unë mendoj që po kalon një retrospektiv, nuk do as të publikoj gjëra, pra është një fazë reflektimi me veten edhe është okay. Po ndoshta, po. Ja. Po, se edhe ekrani ti shumë imponuese. Duam kështu, duam të jesh kështu. Ke dashur ti këto kohë të merresh me ekranin, ti jesh pjesë, po diu, në paneleve, emisioneve, apo të bësh diçka më artkant për shembull. Artkant duket çik show I shitur në sensin që jo. E ndrojmë bisedën. E ndrojmë. Flasim me gjërat më të bukura të tipit Robert Dragota Liaj do të hyjë në Big Brother. Ka qarkulluar është një nga 15-20 emra që shohim në rrjetet sociale, do hyj ky, do hyj filani Visteku, ky personazh, ky artist, apo edhe ti s'di gjë. Unë nuk di gjë në sensin ligjor dhe teknik, s'kam iden fare. Po unë do e kisha frikë atë babin në atë kontekst dhe kisha shumë frikë. Në ç'kuptim? Sa do e kishe frikë, po pra. Nuk e di, është I frikshëm Berti kur edhe unë që se kam bab do e kisha frikë. Po, është shumë I frikshëm e intens Berti, ndoshta me jo familjar, në atë farë afërsie aty, me ato ballafagjime domethënë të shpeshta e tjera, Nëse Berti do të hynte në Big Brother, do e merrte atë shkopin me vete. Po t'ja linin do e merrte. Se kam pasi çik frikë. Bëjmë shaka, unë gëzoj një respekt madh për të gjithë artistët e familjes tënde. Dhe mbi të gjitha, përveç artit, unë e vlerësoj shumë bot kuptimin tuaj. Më kam qef, dëgjoj intervistat e Bertit me qef, dëgjoj këngët e Galës me super qef edhe ta kem pas pak me Edea në video call. Punët e tua I kam ndjekur, pa dyshim, po ti je, si më thënë, më I tërhequr nga komercializmat, nga zhurmat, nga ta bërit një gjë të madhe të bujshme. Po. Pse, Kris? Është kjo periudha që thua që dua dy hapa para një mbrapa. Nuk e di, marrëdhënia ime me komercializmin është e çuditshme se 2 minuta më para flesin për Big Brother. Po pra, pikërisht. Edhe pastaj flasin për një gjë tjetër. Nuk e di, këto dy ekstremet po më shklyen çik.
Janë shumë forca të regjse, domethënë se cilat të regjë nga një anë, dhe hajde bë zgjedhje pasaj. Po e dashura se çfarë thot? E dashura ime për çfarë? Për zgjedhjet që bën. E dashura më kupton, e ka kuptuar si gjë, si mendoj ato konfliktet e dashura jote shqiptare, Kristi? Po. Nuk është belge që mbushën ca kohë gazetat, revistat. Belgaqiane, jo. Belgaqiane? Jo, është Belgologe. Belgologe. Belgolazg, jo, është shqiptare. Me se merret? Me art? Jo, ajo ka një biznes të vogël. Sa mirë. Dhe punon të biznesi vogël, dhe shet ato gjërat e vogla. Keni kohë bashk? Ne po shkojmë më një muaj. Për një muaj bëni? Po, shumë. Një muaj, plot një muaj. Kemi një vit e gjys, 7 muaj. A, sa bukur. Po, një vit, një muaj. Gjërat po shkojnë për seriozisht besoj. Po. Prandaj është shumë mirë. zhdukur Kristi, e ka zënë rahatia e lidhjes. Po pra, ndoshta po. E gjetëm, mbas 10 minuta është bisedë. Se po thoja retrospektive, reflektime vete, jo, e mbaj mend që më tha dhe më ka thënë te diell, Edi më tha, tani e dashuruar nuk vlen më tha. Çi? Është një farë thashë themi që ekziston që në botën e televizionit nëse je i martuar i dashuruar dhe deklaron këtë gjë, ti je të bien ato fansa. Siç i themi jo, je kartë djegur i themi në shqiptar. Non grata fare. Se dëgjova ndryshe. Shikon edhe ai. Je non grata, ç'a bën ti këtu unë? Je i lidhur. Kristi ti je nga ato çuna që ulesh në gjunjë dhe propozon për martesë? Unë të ulem në Se gjunjë? ju belgolog me një çokoladë. A, nuk i ke fare këtë? Po ulemi bashkë në gjunjë. Okej, shumë mirë. Ne do shkojmë tani në publicitet dhe pas pak jemi me Galën, motrën e Kristin, vajzën e Robert Dragot Aliaj dhe një artiste shumë të dashur për ne. Na ka nderuar në Voice Kids në Belgjik. Fitoj atëre me një këngë të Elton John. Po, fitoj. The Voice. Po. The Voice? Po. Dhe vazhdon na nderon duke na treguar se hey, mund të jeni edhe ndryshe.